Gjergj Fishta, fragmente nga Lauta e Malcis, interpretuar nga artisti i popullit Reshat Arbana. Cubat. Në këngën e parë paraqiten konfliktet kryesore të poemës, shqiptarët përballë turqëve dhe shqiptarët përballë slavëve, të cilët në gjuhën popullore quhen shke. Cari, Knjazi dhe Serdari janë cubat, antagonistët e poemës. Ndimo zot si m'ke ndimu, 500 vjet kishin kalu se të bukën këtë Shqipni. Turku e mbante në robëri krit të elat mirën gjak, e as të elan jo dritë me pa, kur të keqen pajanda rihje mos se len me qa, me jo dhim po minit në mur, me jo dhim gjaktit në ngur. Kur shqiptarët janë ngritur për trojet e tyre, sulmohen prej malit të zi. Për këtë shkak, ata krijojnë një beslidhje shqiptarësh. Fort kanë lidh një bes të zotit si të parët që lidh shilmotit në ato kohë të kastriotit. Një kam bath e tjetrën zbath. Diku ngran, diku pangran, haru gru, motër e nan, syn në gëzot zemrën barot, esja i pjalmi me furit kanë ran desh malit zi, për gjatësemit në atë kufi. Pasi kanë thyer Malaziasit, shqiptarët i çojnë fjalë Knjaz Nikolës se as ati as turkut nuk u nënshtrohen. Gjithsesi, shqiptarët mbeten në mes të dy zjarreve dhe viktimë e politikanëve të shteteve të mëdha. Në Petrograd, cari Moskovit një bet madhe po e kish ba, me një plak e kalama. Sa i natë madhe s'do kremtonte, sa i kumbar as krush s'do të shkonte, as do ditën lok kuvenit për pahys të amollis për brendit. A i po din të mire hol, se ish do pun me hys të amoll, se ish do pun turkun me thy, pra naj zena i me trilu, në shpin shkenin turkut me alshu në shpin shkjet e Balkanit, që me ishit këta pun sultanit. E ma nej, vet prej Rusijet si harusha prej pusijet, me i rat turkut furikare, me zhbin vend me qitun fare. Cari i Rusis, me një letër të gjatë, e nxit Knjaz Nikollën kundër shqiptarëve. Mbreti i Malaziasve thëret Vulon. I ky Vulo jo Serdari, ish pas qen një trimit qartun me pasran toka me ba. Natë setin, kur Vulja spritja të Knjazi, mire priti e node qiti, i qiti duhan e kafe, edhe nisi kështu të baj lafe. Uje Vulo e kopilane, se ti uj kone në ubane ke s'po dukesh nga cetina, ku ke miqe probatina, që së të nërojnë me sy të balit. A ke mujt, a ke farhalit, si boq këngë Vasovic puna, për jetande si do zoti, me rithot Vulo Serdari. Se si vjetë lunë gospodari nuk ka pas to kavalige, ka ardhë një kohë ligë, sa nuk di si ka mu ba, për në me pështu do robe gjatë, se dhe buka ashtu nga lanë. Ojë dhe qe, Knjazi ka thanë, se s'po jenë cubi me ngranë, se s'po jenë skifteri mish, mjafti bish në vendi prej, se po e banë me lope qe. A e di qka Vulo Serdari, ndi qka të thot ty gospodari. Shtili bashkë në disa cuba t'ilë si gjarkin në kaquba, të letet shpejt si gjeraqina, edhe të shojt i kahvranina për me vraj, për me pre, për me djegun gura dhe. Mren t'u i vjedhe, t'u i plaçkit, t'u i grabit e t'u i robit. Ndaq me natë, ndaq me ditë, se unë pranet kam shu fjallë, dërnë se ti një herë me dalë, pëse ti qka mu tash më ka këcy, prap me turk nuk ka përthy, prap me turkun e me uvra. E kështu t'u i ligjëru, kry me kry t'u i bisedu e si veshtjan marrë me fjal, Knjazin bukat e ka ndal, edhe fali ka do pare i ka fal një gjevardare, krip në argjen kondaku ngri, mos mi u jetë shojqja në zi. Atëre Vulja është shumë kam, ta bah Knjazit t'u një tjeta, e ashnis malit për pjeta, us me mend a i tu përblu, si vraninën me shkretnu, Knjazi ashtu si e kishë gjorë.
Oso Kuka. Cubat e Vulo Radovicit po plaçkisin e po vrasin në Vranin. Sundimtari i Shkodrës, Avdi Pasha, prek në sedër shkodranin Oso Kuka, që është oficer i garnizonit turk. Zot shka thana i Avdi Pasha, as kam me Shqipnia në vasha që se zdil ka brenda një djallë. Natë Vranin mu sot me mda, natë Vranin atë sezën tërthore, ku mben shkretsar mizore, ku mben dirë sa to graqore, ku mben vithnat pa bakti, veç shpricu bash maritësi që po vrasin djemë të ri, që po marrin lopët me viqa, që po presi dhent me ogiqa, që po djekin kulla e stane, po thajnë ka që zemra nane. Po knjazi këtë setina ka lëshu cubat ka Vranina për me vrata, për me pre, për me djegun gure dhe pse dushmani ashtu ndërsy tokë të mbretit për me mësy e për me rëmby. Një djal në votët mishtla, pa qmjalan tamën me fsha, pa qmjalan motrën me qatë, mirën motrë, pa vëlla, e në Vranin unë qeshtu e qitë, cubat knjazit për mja prit. Por mu djal nuk më ka qëllu, e në Shqipni një djal dragu, cilit mos e dhime tjeta për do vletet trojet e veta, fort kërkova e s'mundi gjeta. Shtu ankoj Pasha Turqeli, Oso Kuka, Paskani. Paskani e qen ka idhnum, sylah dorën pas ka qume qitë në Pashën ka menu, por i urti kur nuk mutet, prej burni se jo prej tutet. Prandaj os janë dali dorën, as me nëzirë se cur mizore, me shpaj fort s'muj më duru. Avdi Pashta, ka dalë, mos e thuj dy herat fjarë se për dine priman të bajqit qaj e zezanan, të bajqit qaj pa e gjellë ty nana pse Shqipni ka t'jem cizana, që për mbret e trojet e veta nuk u dhime gjaja sjeta. Oso Kuka i kërkon sundimtarit të Shkodrës 40 djemë shqiptar, portretin e të cilëve na e përshkruan autori. Mane i vinë dy re mizore, 2 djenë moqa prej Zagore, ka qeldoda e Kernigjila rritu në mosh si karafila. Bre Oso rfeja qkan me të nam 2 vasha të reja, qkan me të nam 2 bija nane, natë nom rize anë ato stane, kur kërcunat kanë meni se ke zjedh 2 dhanra të ri, me i përpjek me malësi. Veshe math e marmë shtërngu, ku se krush po dun me shku një masi për i bin pazarit, edhe kape natë brek bune ku një lundër u reshtun, ku e qa valën në përliqe, ku e qa valën ka Vranina, ku po bante namë cetina. Preja. Vulo Radovici ka vrar Avdi Hisen, poeti përcjell dhimbjen e së motrës së vetme të Avdis. Val, kush din mu me m'kallzu pse kjo qyshja zogi tru, si mos kur ashtu vajtu nat Vranin, nat zezën krahin, breg liqenit nat kodrin. A mos qanë halët e veta, përse zi shkoj motje jeta, bira zbi parit e shkreta. Qyshja veten sa shtu i qa, bira zbi pse mira s'ka. Por po qana jo një motër që kam bet sot qyqen votër, sot që këput jash kulmi shpis, qanë të motër në ati Avdis. Jo po ashtë vra, thon Avdi Hisa, mriz kur bante në ndylisa. Në ndylisa në maltë Vraninës e vra vullja i biri shkinës. Një këvullja i trim dragu, natë Vranin fort ashtë rëndu, nuk len kaljo me shtektu, nuk len qikjo më feju, ke po e vretaj djem të ri, ke po i kthen nusën gjini, ke po i vesh nanat në zi dhe u quka zogë i shkinës, me 13 cuba qetinës, me mësym rizet e Vraninës. Edhe undeshka në mriz të Avdis, aja Avdia vrik piskati, ndalo vullo musak gjati, nalo vullo me ca rrugje pse si të shoj jodhit e kugje, për palam rizin me gjak, shrujun dhi për Karadak. Retrot se zëmbreshan, që kish pas motre nan, kin se miri zjarë me dhan, po prej Zotit s'kish qenë than, pse i shkrepin dorë preshan.
Por vovulja I tërbum që për kush I shgatun karafili u shtrëngu, dekun tokë e la pushu. Ja shveshi qamadan, janë zure dhe tagane jamur pushkën e gjatë si ndërbura sa zanat, ma ne dhiti dhe në përpara. Fort po nget sapi vraninës, fort po e ndjek cubi cetinës, fort po qan I bia turkinës, fort po qan e po fshan, dekun vik ka shetë dhla. Sa po I dëgjon vajtimin, Osokuka ngre në alarm trimat e tij dhe u vihet në ndjekje cubit Vulo dhe ndjekësve të tij. Vriten 2 cuba, të tjerët arrin të largohen, por në radhët e trimave të Osokukës mungon Kerni Gili. Ai po bën duel me një cub Malazias. Djerës e gjak zu me u kullu, por se zu asnjeni me u lishtu, mu ma fort erdhë të tërbu. Ashtu atëherë ta 2 trimat shpejt ka dora si dhe tima, të rrept ka e sjell një asqyrufeja mershin tur me fuqi të reja, tu e tërfullu e tu kërcnu shkum me gjak prej gojës tu shku, kur ja beqin atë fushore Osokuka arfe mizore, oson Kerni kur e pa, disi marë atëheri rate kendes ki shprej armikun, prandaj qon të mpreqeni. Dhe sjellën me kaq furi që të kishë ndesh në cub malit zi, fill për gjysëm që jetu e pre, por jetë gjatë cubi kisht le. Kur taganat janë sa 8, fort shungloj vranin e shkret, edhe u këputën 2 për mjedisi, si të qenë 2 krandelisi. Jam nërmjet! Atëherë vikati, Osokuka dhe ndej gati. Trima! Mjaft pas ki luftu, diku veç nuk ka qenë shkru. Sun jo si atëherë motan. Diku shkru veç nuk ka kanë janë I tjetrin dek me lan. Pra tic shubi malit zi, prej kamët e dredon shpi. E thuj nanës e nusës re për një pashtikun natë dhe se për zdyti sot kele. Jam të falë për në këtë ditë sotit, po këtë fjarë shokve mua thuj, të mos ju rejej cari uj se sundon mine kur nika, për pambet Shqipni janë qika. Ndo shtatë ndam, ne jemi ndërveti, po kur net na lyp mbreti, po kur shkjaut në nga asë vend parve, për këtë bes fara shqiptarve, turk e kështen, me rëvesh, urdjal, kanë mu gjetu në kred me fjal. Shtu tha Osja, atëherë Jovani 1-2 nuk ja bani, po s'ja lidhën varët e shtafit roku kushkën e unis shpatit. Unis shpatit për cetin, e Osokuka për vranin. Për vranin ku këndon dezana, ke bjedhjeli ke merhana, Osokuk nuk ban manana, as mbegler, as kapitana. Qëndresa e trimave të Osokukës ka shqetësuar Knjaz Nikolën. Plani I tij ekspansionist, me anën e cubave të dërguar në vranin, vështirësohet për një shkodrani. Knjaz Nikola mbledh në cetin krerët e malit të zi, të cilëve u zbulon qëllimet ndaj tokave shqiptare. Cubat vet I paqëndërsyt zezën vranin për me mësy, vrasje e pre, mos fjandal, se Moskovi ka pleqnu shqiptarin dhe me nalëshu më rozofat e në kish deqane ku do të mri magje serbiane, kujtoj kejs na kishtëra. Por që tash, mbasi ka zan atë vranin këj bur shkodran, nuk po di se ka të jambaj, drus më kam bet për sot u zdaj, se I pushtoj tokë të shqiptarit se kam pas fjanë e carit. Kapetan Mirkoja e merr fjalën pas Knjaz Nikolës. Ai propozon rekrutimin me para të shqiptarëve. Vendoset të ndërhyjë ushtria malaziase në tokat shqiptare. Poeti I drejtohet zanës së shqiptarëve. Atëherë Knjazi Malizi më rëthot, sokolat mi, bini pranë vranin me ushtri me sa duni ushtar të ri, por vraninën ma pushtoni, ose skryt po mja shkurtoni, sa përfit me për nga të resa mbeni mu, përse që besa me pak pare tu gërga ate biru kam me da. Se Serbia e Cernogora kanë mo jetu ndora me Greqie, me Bulgari, sin Moskova shba pleqni, por vraninën ma pushtoni, ose skryt nga shkurtoni, foli Knjazi e kren të nda. Dhe mojzan, pasha të kroje, pash curilat në përproje, pash bilbilat e pranverës, e pash amblit flaterës, e pradvos që bje prej qielli, e pash lule trëndafile, dhe më kalzon, apo dhe vjen keq se ndau Knjazi sot ndërpleq,
një ushtrin vranin me qu, ose skryt për mja shkutu. O, mu këpuqshin flete krave, mu shofshin kange vale dhe zavale, mja të rudinat buta, për mjedis mu plas të huta, në pasha dhimba kur një grim, pse po i pritet, ose skryt, pse po i erën të cyt. Por më lëngon mu shpirti e zemra, shtatin dridhe dër të këthemra, ke po ndjej unë koptëri që i kam betë sot marit zi, për me ndatë mje në Shqipni, ku kanë le, ku janë përkundun, pre ka sheklin e kanë tundin, buri leka e kastriota, para cilë shuët e bota. E shqiptarët për si të kutu, me dur një rin të shiku, thu një men qela e kanda, rob me ndejun këta në nëshkja. Malku qofta i qenë Shqipni, qoftë malku po plaka i ri që për mbret e për liri, shohet sot me armizore, slidhet sot me besak nore, për me dhanë ma para jetën, për me shkrima para vetën, se me rafi si shqiptarit thojt pangishëm të gospodarit, o zotnit të shqiptaris, o ju krenat e malësis, pashjat zot, e atë emërtuj, mos lakmoni paresuj, gjinin ment, për ju dhe tyra, sa shmem kam dhe zhjut e huja, por ma të fej që kem prej qelit, por me të bardhën dritë të ngjilit, mbren dashnin mu andes shqiptarve, për ka gjua e vendit parve, që Shqipnia tjetë e vedit, që shqiptarët i shërbejnë mbretit, mos fëllimet qaja sjeta, po të vdesin si oso kuka, që ashtu i vdek e në të suka. Vdekja. Në garnizonin e vogël të Vraninës, Oso Kuka po mendon për një ëndër që ka parë një natë më parë. Hije vdekjeje, lugetër e zjarë. Pasi ha darkën me trimat e vetë, si pas një zakoni pagan, kërkon t'ja interpretojnë shpatullën e baktis që ishte ngrënë atë darkë. Shpatulla parashikon luftë. Tu kris pushka pajada, tu kor vdekja krena në shkja, thu se shndriqin qjelë dy djela, nan prit lemit u kushqela. Kur pa Amerika djem të sharu me marë frymë cilë kish në haru, aman zot se që të rëbu orët në zura i të karadakut, në zurë të ganë ndryshkun prej gjakut, e tu i brit për sjari, mbrena sokolat marit zi, i ravaut për si duhia, e mbasti gjithu shtria. A ka dalë bre zogi shkinës, Krisios jam sur të Vraninës, se ke dalu në vatë pava, se në lokzana shjetura, edhe në kambat heru qu me ta gandor shtërngu, filem ta orishtu i shku. E moj zan, po t'ishin deshun ata burra të kërleshun, që mat fort nuk i ban shkina, që mat rep si ban Turkina, ndoshta zot në rus kish Vranina, por në qel ndryshe gënon të shkroda, se pa ndeshun këta sokola, pritit madhe preng markola, dredho oso në gjabahane, e atëherë drodho oso kuka të në gjitë përpjet ka suka. Po valosja ku do t'jetë? Oso kuka mos kam med në gjabahane, kazatet në atë kull barotit, ku ka bajmë një në zotit, se për gjallë nuk ka me shu, shok të vetë për pa i pagu, 30 vrame 10 shqitu. Kur pa shjau se pushka meni, si ka vlau, si ka liqeni, e se mbet kish oso kuka më tjerë të vram për jashtë të kesuka, në gjebahana u tur mater, 100 vetë kërcyn kun pulazit, mat përmendun ka trimnia, që në gjitëm i frëngjia, por ka gjobën shpia e thyme, Krisiosja të botë Julanit dhe në setin, i vojt i zani, ka dal! Nikol dhurav zoti, se këtu i thonë osa baroti, se s'ke pa shqiptar me sy, se t'jek vetën edhe ty, edhe zjarë, i dha barotit amman fali qofshin zotit. Kur ka dhanin zjarë barotit, se qash dridh Vranin e shkret, se qash hedh kula për pjet, qepra, tjegla, kure, trena, kambe trupën krahe krena, hije ty me flake shkëndia, shiden viri i hot duhia. Eni, mori shkina,
Eni të vranina mblidhni vetë në shpat e pru, kortarët e djemve tu. Edhe imsoni fmit masodit mos lakmojnë tokës kasriotit, pse u bjen shtrend që besa e Zotit. Sa i gjaku që o sokuka, sot ka derdhu gato suka, si për mbret, si për 10 pareve vlon, se vlon në dhejt shqiptarve. Prapa u djegun flaka të Zotit që o sokuka, në kull barotit, s'ka me ra fisi shqiptarit, në thojt pangishëm të gospodarit. Ali Pasha i Gucis. Vendimet e kuvendit të Berlinit shqetësojnë patriotët shqiptar. Ali Pasha i Gucis shalon kalin e bëhet gati të dalë prej shtëpis për të bërë diçka. Ai i la amanet së jomës nderin e shtëpis dhe nuses edukimin e fëmijës së porsa lindur. Nuses vetë mane i ka thanë, një amanet jam tu talan. Rritë më djalin djal bujar, të më dalë burë shqiptar. Të mbahet tri me kuvendar, me qëndru për kanut vet, me luftu për atë me bret. Po në qovë se malizi, erdhe ra kur nguci, dersa ti e djali kërthi, pashat zot që t'ka fal, ma në joti gru një fjal. Bane zemrën gure krep, premja kry djalit ndjep mos mjall shok njazit ndor gjall, zdu talan Shqipni unë prall se një bidja li begut, se një nipi Skënderbegut kjas një kolzi ka shërby, se ka vu ka pisën mbi kry, se ka ndej për gjallë në nshkja, paget 10 tu i la. Ma mirë në vërë, me uqa për mal, se në nshkja me nej për gjallë. Shtu tha Alia e hipi kalit, edhe unis tërthore smalit, por si breshti me duhi, tu e menu, duhan tu i pi. Kur po pushonte në një hije, i shfaqet ora e Shqipërisë. E ashtu ndej trimin në hije, në men tu endun pun Shqipnie, kur që shed logu tu ardh, një si hije vesh në të bardh. Ardhun shtatit si breshana, si ajo vera e si ajo zana. U tran gjoku kur e pa, curë veshët e ngreu kryt, e haru, pa janë da sy turfulloj një 2-3 herë. Ali Pasha e pa dhe vet, e mjen krasi kish zatet, i dha shtatit, u drejtu edhe ndeja i tuj kundru, pala i shnjerja se hyni, e të këqyrë në ashtu në habi, atje vonë po nisë me thanë, Pashat që t'ka dhanë, a je njeri, a si je zanë, a lut Pashk, a lut Bajram, se qka jam, e qka nuk jam, se a lus Pashk, a lus Bajram, se a bajhia janë këtë jetë, këtu sa shkua për me vetë. Jo po praj për gjigjetia, nën kam shkjau do të vuj Shqipnia dhe knjazit paket 10, do t'i laj për sa 30, përse sot gjindja shqiptare rrejt me pare me timare, bes se fisk ta kanë mohu, kredat dheng ta e kanë haru, edhe armët i përdorojnë, veç të vrasin shoqishojnë. Ma e turp për fis shqiptareve, me shneru namit e të pareve, se unë jam ora e shqiptaris, se unë shqiptarët do t'i namit mos u shbihet arve grami, të mos u dahet dhen me damit, të mos u lind djalë në votër, të mos u rritet vlas motor, po let shuhen në nëzjet uj, por si shuhet krypan uj, të shof shabish. O Morizan, meralijat hermi than, të shof shabish këtë të shof shamalet, mos në nam heshto zodvallet, pse në nama në kara, se në besa në gavra, se kam rrit fisi shqiptarit me u drit para gospodarit. Pashat sy që pas ke yll, që ma qile që ma myll, si ajo hanën në përpyll, dhe m'gadzon këtë hije shpati, si ta shpëtoj Shqipnini ngrati, se t'baj bembi gur dëvorit, në bik të shalet se në shkam të morit, që për të nuk mdhimet djali, që për të jetën e fali. Kur ka një ora Shqipnis, se qka i tha Pasha i Gucis, sport me vedja është gëzu, edhe Pashës kështu i ka i ligru. M'kam pra Ali për një qof shkun gjallë, dile pigjun Haqizekën, grish Kosovën bashkorekën, në shokushtrimin tos ke geg, mblidh një tokë si kokra të sheg, edhe lidh me bes shqiptare bini shkjaut jo fulikare, unë me ju kam me qëllu, shjaun nën kam u ashtru.
por pse ti ma bana të be, se jep jetën për atë dhe që unë po t'jap një forës të re. Vendit lisa ti mi shkull, në ty të gani mos mungull, plumbje push këty mos me të vra, gjylja topit mos me tra. E kështu, tu i ligjiru, Ali Pashës ajo është afru, ka qitë dorën brenda në gji, kanë zjerë jash pak rozmari, i e ka dhanë ti marrë erë. Mehmet Ali Pasha. Për të qetësuar shqiptarët, Perandoria Osmane delegon në Shqipëri Mehmet Ali Pasha. Ai mbledh krerët shqiptar në Gjakov dhe i kërkojnë t'ia dorëzojnë plavën, gucin, hotin dhe grudën Knjaz Nikollës. Ati i përgjigjet rept Ali Pash Gucia. Pasha zotin ka gabu, zu Ali Pasha tu ilno, se kjo pun që zbahet kur, se gja e shkret s'ka me të Shqipnia që mu dhanë bakshish nër krajla, Shqipërin mreti se ka shtru me armë dorë si viset tjera. Sa i Shqipnin e një Shqipni, se s'na lot kanunet parve, se s'na prek ndërtokat tona e senati i shkem në ushtri, kur do lufti që e sarmiku. Ne edhe besin ja kem majtun, ku ka thanë ne kem shku, se në Jemen ne kem luftu me ju nanë ne jemi pre, jemi gri me armen e shkje, pa një të mirë o zot për veti. E sot dashka baba mret, me Shqipni me baj nder, thuj shport fiq kjo ka qëllu, ani kuj? Marit zi, a di shka di Pasha i mretit. Ngarko raqet për Stamol, se ky po ashtë një vend i egër e po të ngjitet kund në i ferë, sa për të saqet Shqipnis këto ka herë kanë qenë vendu, i ka ngut shpat e shqiptarit. A i Knjazi i Marit zi s'ka mi shkur mër Pasha zotin me ju badha ambisaderit. Mehmet Ali Pasha zemërohet dhe urdhëron burgosjen e krerëve shqiptar. Pa u përhapur mirë lajmi i burgosjes së krerëve shqiptar, janë mbledhur në Gjakov shqiptar të armatosur që kanë rrethuar kullat e Abdullah Pash Drenit kur streuar Mehmet Ali Pasha. Lume për të madhin zot kur ka kris huta e oshit, se çka ushtu suka e Çebratit, se çash dridha i Gramoleci, se edhe lufta çash në zgjari me shqiptar të uvra shqiptari, shqiptar po të uvra me zvedi. A she një herë sa e zez një provë, ashtu rresot mbi Gjakov në përshkak të njerit huj, që veç dam një të mirë sul kuj. Njeni thot më karam mik, tjetri thot e kaman mik, edhe thejnë për terra dhaket, si ti në poqa kungu i vraket. Si ma zot ma keq për ne, që vend lidhmi me BSF më uvra me turke shkja, jetë atë dhe që na ka tha, qoh në evrit në vla me vla. Prandej keq ashtë e si ashtë mazi, që shqiptarët sot më përzije me ugri këta në Medvedi, se edhe besa ba shumë gjak, kanë mbet gjindjen për sokak e mbi qardak, mjaft me thanë se jo shinuros në për ato frejgjijat kurs, 110 me të njehë me dorë veti bani deku, për të pështu jetën i haldupi ndoshta rod ma gjupit. Plot 3 dit e rafshtrinet, krisi pushan për qytet der që mbramit kulla mur, e uvra Pasha mbështim kjur. Lugati. Ndërkohë mali i zi përgatitet të zgjerohet në tokat shqiptare. Knjaz Nikolla i krenohet së shoqes Milenës për bëmat e veta, ndërsa pi vere agër shtënja të pjekura. Aty atëherë të bisedu, po zën grus a i me lufdu, se kështu turkun unë e theva, kështu ja bana, ati ja këtheva, do të marrë Shkodër e Prizren, krajl do të bahen për një mend edhe në Shkodër do të zaven. Se matrim se mun nuk ka do shkrep djeli për mile, qesh Milena me gjysëm gazi për to makladat Knjazit, e as si bahe jo me ndi përse i dajnë të tana klapi që i flet Knjazi vend të i pi. Prandaj rria jo paza me gjilpnur qërap të i ba, veç ma von nis me kuven. Gjyqja njeri qka me qenë, me zi fmit kam vu me rap, se me gjaz diçka kan pa, e ka që fort mirët janë trishtu sa s'ni gjëjnë me fjet pa mu. Qesh Nikolla nën mustak, e për të vu pun dhe ka pak me rëmbush edhe i got, edhe shpik e ban zalot.
E si lodh që kish qenë, ku me pun, ku me atë pik ven, që pat pison dhe ma tepër, me i herë ment ju ban lepër, edhe fjet e pa janë gjatë nisit madhe me gërhat, kur që aty tu ba mesnat. Po i del gjumi Knjaz Nikollës edhe she a i mjet distodës, një sinjerin dhe i në kam me një mjekër gjatë një plam. Rrinte Knjazi të e shiku me do sy që me trishtu, si gastarja të mullu. Në përftyr mandej mi dur aty këtu edhe mbi pëlhur, kish do njolla gjaku të zi. U trem Knjazi kur e pa, e të përqet shtatira, flokt ju qunë shullum përpjet një si fryma mi u zatet. Por kam që nis lugati, me jo avit Nikollës ka shtrati, Knjaz Nikolla aty ringati e fill dorën qonë këbure, edhe dona i zjarë me dhanë ku lugati nisve thanë, mos e ven dorën nga s'keqe. Nuk kam ardhë me mend keqe, as me të qartë, as me të trazu. Unë kam ardhë këtu me të katësu disa punë që tash kanë bit, e mirë për ty ashtë me i dit. Unë jam Mehmet Ali Pasha, që pat nisë mbretin Shqipni për mirë shumë marizi, ote grut, plave gutësi si në Berlin qeba pleqni. Por kum rina në Gjakov, aty e zez mund gjet një prov, për sekrenët e shqiptaris me Ali Pash në gutësis një betë madhe pa i kin ba, plakeri në luft me ra. Prandaj vetë aty kur shkova, tu qunë kam të tanë Kosova. Peja e vogël edhe rrugova dhe mu më rëthu një rendit, shin shpita Abdullah Drenit. Ku mu të mjerim kanë vëra tanë në gjak mu më kanë la, si me sy që jetu i pa. Prandaj tesh tjetër ty s'të kamet, veç këto male, mi marrë vet, e mi marrë me push për faqe, pse pa i bana disa gjaqe, për pa i dik disa barjaqe, tok Shqipnia ndorë nuk qetë, sot Shqipnia është ba millet. Vran ftyrën me metalia, e prej pezmi të që të shkëndia, të i kërcnu dhambët për i marazit, e vërtet për i thota i Knjazit, se ma dje ka me të dash në luft me thy ma se një rasht, e me hjek shumë e shumë zi para se t'hysh në Shqipni, pse shqiptarët e di dhe vet, se janë trima e për këtë jetë ata ropë si shtrojnë kuj, por me pas me im sy pa buj, edhe në moh natën me ura, dashja ta i her janë shfërda. Unë kujtoj se me pak gjaqe, puna ty të del për faqe, edhe hyn nga dhjës në Shqipni. Marash Uci. Vendimet e Kongresit të Berlinit dhe përgatitjet për t'ia rrëmbyer shqiptarëve tokat përjetohen nga të gjitha shtresat e popullsisë shqiptare. Një prej tyre është Marash Uci, bari prej Hoti. Te një mërriz, te një lajthi kishin ndodhur 3 bari, 2 me dhen e 1 me dhi, njeni plake 2-3. Marash Uci e djem të calit, 2 djem të le si shpez të malit. Marash Uci usë Mehmetit anë mbani kishra detit, kishte pa pronat e mretit, çak prej Hotit t'u zan fill, der ku piqet buka ndill, pse sa që Marash i ri, i pa dal mbretit në ushtri. Buri fort, e trim si zana, armë t'i qenë këti baba e nana, bab Tagani e nan Breshana, vëlla e motër 2 pistole, 2 gjerpnushat prej stamole. Prore mashi djenëve të Hotit, u kallzon të punë të motit. Punë të motit, punë trimnie, si shqiptari mastirije, e mbas besës e bardhës fe, bante dekën si me lek. E o përmente ore zana, e o thonte shumë punë të mlana, për lugat kur zehet hana, për luft që me dragona, ban kur shedran visetona. E ndigjojshin fjalët e tia, si ka pushka, ashtu ka urtia. Po çka zot ka mashi sot që na është vra, e nuk ban za. A thujra bisha nërbere, ja se tokët i me ndjere, ja i punoj të ngratit reziku, pa bum shpime gjetun miku, ujku në bere si karase kur mashi su ashtë nda. As me mbet këti nder bëqlia,
me 100 dhënë që ka të shpia, si edhe qetë që i ka si buj, si alan djerë tokën kur kuj, para zvet, çka ka se di, veç u thot shmirjakve të ri. Hani gjoni, o djemë të mi, diku i punë sot më ka qëllu, as nuk kam si ri pashku. Se sa ri, as vetë se di, se një java, se një muj, Zoti e di nuk mund t'a quj, por në qovë thanë prej perendije, mos me shkelun man këto hije, mos mu zanë ma me pun të rimrije, për atë që vrane këthjel, me ma mbajt ju sot një këshil. Amanet jam të ulan, me rujt gjanë, me qirun stanë, ardhe mush me mos mi dhanë, me shok tu i kur mos mu zanë, as mos mu nga, se në ditë ngush këta u gjinde në vëlla, si me push, ashtu me hua. Të ujnë me fjal, mos e poshnoni, bukën para për t'ja shtroni, në shqiptari s'jash zakoni, me i besu, mos i besoni. Ujtë turbut mos mira, mos me dalë në vatë pa va, veni tuj me dashprore, me rujtë bes, mos me qartë dore. Marash Uci, pasi informohet në Shkodër për situatën, kthehet te bajraktari i Hotit, Çun Mula, të cilit i kërkon të mbledh në kuvend krerët e bajrakut të Hotit. Ai, pasi ka vënë në lëvizje bajraktarin Çun Mula, rikthehet në Shkodër për të mbajtur lidhje me të rejat më të fundit. Ai Çun Mula thot një fjalë, madhi Zot ty të qofshim fal, ndër dy punë njena do dal. As i shkojmë mbretit në ushtria se luft kemi malzi. Orën qut po e ka Hoti, po u qoj fjallë tanë krenve dhe venit dalin sot në lokuvenit, aty punët kemi me i peshu, ma ne i dalt si qof gjiku. Tringa. Malaziasit sulmojnë me këshiqin me fasishtin. Kur që shkjau si drita dul, bane shaj për kondrull se si gjindja vull janë tikun, se çka nis atëherë me shtim gjindet ngratë edhe në bakti, si me gjujt shkërben lisni. Këtu vraj plak atje një fmi, këte një gru, për te një dhi, dike dek dikur varru, njenin shon proskja tjetrin pru, men të kres me të dërmu. Se qëtu dha brima hullurima, se qëtu dha ljama e piskama, fmija vrit nanat gërtit qikat qaje, nuset fshaj e qaje pri ati gazepi. Vetëm në shtëpinë e Cur Ulës ka qetësi. Curi ka mbetur prej një viti i plagosur rënd, për të kujdeset e motra Tringa. Veç po i vash, unë jam të pa. Vash shtren zhublet të bardh me një rubë rreth badit ardh, që derdh vet i kara, e derdh flokët jashtë shamis, dalën paska, ndër shtëpis. Ndjeka e qyrkan ka mbaru, si në shiqi rrin të u kall, plaçk si bahet gjaja gjallë, besin dekun gra e fmi, për nën plum të marit si. A thu zana, mos qof premtu, ere vasha tu qëllu, mos keta jo gabu, me në ishkja më miqësu. Se edhe të mirë, pa e kish vla nana, ardhun shtatit si breshana, synin yll balin si hana, diçka njëth si moda në rrem, si ajo lulja shpërthym kem, që ka dal ka ashtu të dera, si kur ban me qil pranvera, si kur ban djeli me dal, në prahe, brej e hal. Dialogon Tringa me të vëllan, me të cilin është lidhur tragjikisht. I vëllai Curi nuk ka vdekur prej plagëve nga meraku se duhet të mbronte të motrën. E motra Tringa nuk është larguar nga shtëpia, si ka bëri gjithë fshati për shkak të luftës, për të kujdesur për të vëllan. Ndërkohë që ushtria malaziase, duke plaçkitur e duke djegur çfarë linte pas, i afrohet shtëpisë së Tringës, Cur Ula i vdes. Tringa mbetet e vetme. Por tu qa, tu e dnesim i vëlla, nis me veti me mendu, se vëllau petka shduesh në ru, se në vorre i duhe qu, nane tatë ku i ken vëru, veç se prap, ajo me nduka, mirë se vëllau petka shundruka, por si baj me shtin dhe, jashta shkjau tu djek tu pre, shokët ku shëmbet ku shik e tret, vetëm qyqja unë kët jet, por gjithë shkafja në odë rishu.
Hije deke kam blu, si një vorë të kishqëllu. Nisa ty ajo më frigu, në atë vetë mije me mendu, çka për dekon kish pasni, tu e ku vend, sa kish qenë fmi, edhe i dirë se ftohet e mblon, në votër flaka ka fëshllon. Kur që i vigëm ndjen për jashta, një qetë shkje për mblishin kashta, për një dhanë zjarë një shpije, pak për te nalt të një hije, ndjen atë vigë me flakron kam, frigë tu i raplu me dham, edhe futë në anën tjetër, ku po kishte i ka shtu dë vjetër. Me shull derën kam bërthy, thus t'in shkjau si me shpërthy. Në shpi gjithë shkafja i duket shkja, shkja vargoni, shkja carani, koshi shkja, shkja kazani, magje shkina, shekat shkina, shkinat raqet vjerë në rëkthina, mas kashunit shkon me hy, kin me ostrugur për rasti, kin po pështoj për i malit zi. Por ende Paul me veti zene thot, pashtëllumi zot, pse të fshihem këtu kot. Tringa merr hutën e të vëllait dhe del në obor, të parin ushtar Malazias që afrohet e qëllon. Kur është duke i rimbushur armën, vritet nga të tjerë Malazias. Deri shkjaut sokolesh, mu në parzme për mjedisit, e ta di knjazi Qetinës se dhe në qitë shqiptar të i fare, pasha zotin në Shqipnisin, sa tjetë gjallë një bi shqiptare. Dekun tof, vjetringa e mjera, shtan në bore kryt të dera, moze faqe skrit në gjakla, edhe djeli dhe o tira, gjallë por tringa, shkjalt në dorë sra. Konferenca e Londonit. Fuqitë e mëdha mblidhen në London, Londër, për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Me këtë akt përfundon dhe poema. Në të Shqipni kara një gjam, padishau atë shumë kam, valar feja ashtu bublua se lufta ashtu ndublu, që po rikështu të gjimu thu po bahet në kanë nami, shka ka thanë shehy islami? Rjetë tanë dhe askarar fe, asa shëndes kun luft e re që po ndijet gjithë kjo gjam, janë shqiptarët që bajnë dënam. Natë London lërg natë dërvend të shtatë krajlat mbledh kuvend, me shoshojnë të bisedu shmramit pas kanë vendu, shqiptarve më dhanë lirin, zojnë vete me qitë Shqipnin. E brandajnë Shqipni, panda rahin topat ndër kala, përse flamur i kuqezi sot mas parit bukuri, por se fleta e njëllit zotit po valvitet një tokë kastriotit, si valvetit dikur motit, e dërm qelu shton duhia, ka gërthet fusha e malsia, për jetë jetës rënof Shqipnia. E kështu, mbas sa mjerim, mbas sa gjakut e shëmtimit, e prinat shkeve të Balkanit, për gazep të ati sultanit, si premtu kisht Perendia, prapzojnë vete, tut Shqipnia.